Të nderuar shikues të Star Plus mirëmbrëma, do të jemi në minutazhin e studios së hapur me mua Teodor Gjergën për të diskutuar sot për një ditë shumë të rëndësishme për lirinë e besimit në Shqipëri, për 35 vjetorin e Meshës dhe faljes së parë, e cila u bë pikërisht në qytetin e Shkodrës. Një ditë shumë e rëndësishme kjo në fakt që dha gurin e parë për rikthimin e lirisë së besimit në vendin tonë. Me mua sot në studio kam kënaqësinë që të kem Dom Mark Pashken, zëdhënës të Kishës Katolike në Shqipëri. Faleminderit që je sot me mua këtu në studio në këtë ditë mjaft të rëndësishme për gjithë komunitetin fetar në vend dhe për gjithë popullin e Shqipërisë. Mirëmbrëma Teodor, është kënaqësi shumë e veçantë të bashkëndajmë këtë momente në këtë ditë historike, jo vetëm për Kishën Katolike, por për marrë Shqipërinë, sepse pikërisht është ajo piknisja e themeli i lirisë, që është diçka themelore ekzistenciale për çdo popull, në mënyrë të veçantë për këtë popull, siç është populli jon, popull kaq i vujtën, dhe është një kënaqësi e krenari kur mendon se gjithçka nis nga Shkodra, e cila në një farë mënyrë ishte si forma, nëse mund shprehemi kështu, si dallëndyshja e parë e lirisë për vendin e për ato vite që mbrapa do ta pasonin. Si është sot lira e besimit në Shkodër? Një pyetje ta nisim nga fundi. Shiko, shpeshherë një filozof modern thotë që liria kuptohet vetëm atëherë kur mungon. Dhe falë Zotit sot nuk na mungon liria e besimit në Shkodër, edhe ndoshta fakti që nuk na mungon mund na me folë edhe më lirisht, mund na me ditë, edhe në fakt mund na me diskutu për lirinë në këtë emision. Pa diskutim një prej atyre vlerave të çmume në mozaikun e jashtëzakonshëm të qytetarisë tonë shkodrane është pikërisht liria e besimit, e cila nuk nënkupton vetëm një liri ku ti je i thirrur për me praktikuar besimin tënd, por në mënyrë të veçantë një liri ku personi jot, kur personi njerëzor është i hapur edhe ndaj besimit tjetër, pra një liri e cila lejon njëkohësisht ushtrimin e disa lirive të ndryshme. Në këtë aspekt është edhe liria e besimit. Pa diskutim sot gjendemi në një situatë ekstremisht pozitive, do të thashë në raport me lirinë e besimit, sepse të gjithë jemi të lirë për me shpreh, me praktikuar, me jetuar besimin ton, edhe jemi të lirë edhe për me frekuentu ato që janë vendet par excellence të kultit me të cilat identifikona. Pa diskutim kjo liri sigurisht ka ato, më thojë ato plagët e veta, ka ato problematikat që sigurisht nuk janë vogla. Këtu i referona një prej fenomeneve shumë të mëdha që këto vitet e fundit ka godit shumë Shqipërinë, duke godit Shqipërinë ka godit qytetin e Shkodrës, duke godit qytetin e Shkodrës vetvete ka godit edhe fenomenin e lirisë së besimit, që është mungesa e shumë trive, në fakt shumë breznive që fatkeqësisht tashmë nuk po zgjidhen që këtë liri besimit ta ushtrojnë në vendin tonë, në qytetin tonë, por zgjidhen vendet e ndryshme të Europës. Pa diskutim, kjo është një fenomen që preket jo vetëm nga ne katolik, nga gjitha besimet fetare në Shkodër, në të cilën fatkeqësisht shumë prej familjeve të reja zgjidhin për të migruar, për të larguar. Megjithatë, duhet jemi mirënjohës ndaj Zotit, duhet jemi mirënjohës ndaj gjithë atyre personave që bashkë me Dom Monjebanin në kry në dhanë lirinë e krenarinë e kësaj dite që pikërisht nisej nga Shkodra pranvera e lirisë pas 45 vjetëve diktature, gjenocid në vendin tonë. Sa rëndësishme është kjo ditë për qytetin e Shkodrës, jo vetëm për besimtarët, por për gjithë popullin? Në vetvete besoj se është një ditë të jetë masë rëndësishme për vetë faktin sepse kemi të bëjmë me një ditë ku të gjithë jemi të ftuar për me reflektu, sepse kemi fillimin e një epoke, jo thjesht fetare. Këtë ditë nuk është në vetvete, e do ta reduktonim shumë nëse do ta çunim vetëm një ditë thjesht e Meshës parë, por duhet pranojmë faktin që liria në fakt erdhi me një meshë, ose është e mesha që sodhe lirinë. Pra liria është një prej atyre vlerave, një prej atyre koncepteve, një prej atyre realiteteve, nëse dojmë, që jep jetë dhe i jep pafundësisht dinjitet njeriut. Duke dhënë dinjitet e ban jetën e bukur dhe ban jetën e çon jetën në atë qëllimin për cilën njeriu është i krijuar, sepse në fundet njeriu nëse nuk jeton i lirë, atëja nuk ja vlen të jetojë. Dhe kjo ditë është rëndësishme vetëm si kujtim historik për atë që kanë ullit 35 vite më përpara, por është një ditë shumë rëndësishme për të kujtuar të gjithë ata që në një farë mënyrë vendosen veten në kufete ndoshta të ekzistencës vet. Sigurisht sot mund të komentojmë lehtësisht për çka ndodhi, por ato që kanë shkuar në atë ditë në atë mesh, nuk e kanë ditë se do të kthehen në shtëpi, nuk e kanë ditë se si do të marrin rrjedhoja asaj ngjarje, nuk e kanë ditë nëse mesha do të përfundojnë ose nuk do të përfundojnë.
Dhe në këtë aspekt besoj që kjo ditë pikërisht duhet kujtu edhe për të frymëzuar branşet e sotshëm se kur vjen puna për liri, kur vjen puna për demokraci, janë vlera themelore me të cilat nuk duhet ndrohen e nuk duhet bëhet pazar. Duhet konsiderohen pa të shenjta sa vetë vendet e shenjta. Edhe në këtë aspekt kjo ditë është quhet ndryshe edhe dita e lirisë. Në fakt në predikemin e tij të meshës parë, Dom Simon Jubani e shpreh shumë qartë që lirin atë shprehjen e famshme të Gjergj Kastriotit, që lirin nuk e solla, por e gjeta mesin tuaj. Pra, në këtë aspekt praktikisht është një ditë shumë e mirë për të reflektuar për mbi vlerën dhe domosdoshmërinë e lirisë për personin njerëzor dhe për shoqërinë. Nga ana tjetër është edhe një pikë refleksionit shumë e gjatë për mbi vlerën e besimit në jetën njerëzore. Në fakt, brenda njeriu është një lidhje e pashmangshme, pavarësisht emrave që dëshirojmë të japin me besimin, me Zotin. Kjo lidhje pavarësisht formave të ndryshme, në katolicizëm apo në islam apo në realitetet të ndryshme, që brenda çdo njeriu ekziston kjo lidhje imediate, kjo lidhje gjenetike, nëse do të shpreheshim në një koncept nëse pak shkencor e biologjik, me Zotin, njeriu me Zotin. Dhe pikërisht është fal kësaj lidhje ku njeriu gjithmonë vazhdimisht kërkon Zotin, atëherë që rrin edhe tek realitetet e tjera siç është rasti i lirisë. Pra, në këtë aspekt besimi fetar nuk është vetëm një përvojë personale, një përvojë intime mes tejet edhe Zotit tanë, por në fakt ka si fryt të vetin edhe realitetin e lirisë që i bën në shoqëri. Dhe në këtë ditë sigurisht është mirë që të mendojmë edhe për vlerat të imasit pozitive, sepse kemi një rast konkret të demonstruar të besimit fetar në jetën njerëzore, të asaj që kanë fakt bajnë komunitetet fetare, edhe në vendin tonë. Pa diskutim, sot është 35 vjetori, të premten do të jetë për vjetori i faljes së xhumas së parë, edhe në këtë realitet do të duhet mendonim shumë mirë, shumë qartë edhe pikërisht për këtë vlerë ekzistenciale themelore që vetëm në përvoja edhe në pikë nevralgjike, në ditë shumë të ngushta, në ditë të mëdha historike arrin kuptojnë për kontributin e jashtëzakonshëm të komuniteteve fetare, në rastin tonë të kishës në vetvete. Edhe pika tretë besoj që kjo ditë duhet na shërbej edhe për kujtimin aty në figurave të jashtëzakonshme nga të cilat sot do duhet të frymëzohemi ne, por besoj edhe branşet e ri. Fatkeqësisht sot jetojmë në një kohë likuiditetit, siç e quajnë Bauman, ky filozof postmodern, ku praktikisht jemi të thirrur edhe shoqënia në fakt jemi të prirur, në fakt shoqënia është e prirur që të marrin të jetë një farë e lëngshme, pra të marrin formën e ende shqipjen. Dhe kjo çon që fatkeqësisht sidomos për presidentët e reja, figurat e inspirimit nuk janë ato që do duhet ishin. Për shembull sot ne përkujtojmë heroizmin epik të Dom Simon Jubanit, i cili pavarësisht viteve të gjata të kaluar nëpër tortura edhe hetusi komuniste, në të cilën u munduan ta shkatronin fizikisht e psikologjikisht, nuk bën asgjë, po e zgjollën më të fortë. Prandaj këto persona, rasti Dom Simon Jubanit, janë raste tipike, janë persona tipik nga cilat duhet të burojnë edhe si ambient edhe një farë si pikë referimit edhe frymëzimit edhe për breznitë e reja. Pikërisht gjitha këto gjana në sjell kjo ditë. Do Mark, po flasim pikërisht për rinin. Si është situata me rinin sot ju? Në fakt, gjatë predikimeve tuaja edhe në ligjërata në Kish, në takimet që keni ditës diel, por edhe momente ndryshme që keni takimet të si e shikoni pranin e tyre? A vijojnë të ri të jenë afër Kishës, e kërkojnë afërsinë me Zotin, apo edhe i fenomeni i largimit të tyre vjet re edhe në Kisha? Unë besoj që ekziston nga një herë një problematikë që në mënyrë të paqëdhimshme ne si shoqëri predispozohemi jo në mënyrë të drejtë të orientojmë tek të rit. Edhe gjithmonë shpeshherë gjejmë gjithmonë burimin e problemit, burimin e mos pajtoshmërisë me to etj. Duhet të pranojmë një fakt që është më tepër se sa evident dhe është një fakt i pakundërshtueshëm. Të rritët sot janë një brezni tjetër, e falë Zotit janë një brezni tjetër. Nuk janë breznia atyne që kanë le në vitin 90, nuk janë breznia atyre që kanë le në një sistem ku mungon të liria, por janë ato njerëz të cilët kanë lindur në një epokë digjitale. Do të thotë një person që sot është 18 vjeç praktikisht i bën që ka lënë në një kohë kur
interneti ka fillu që të ketë atë masivitetin e jashtëzakonshëm në çdo fushë. Prandaj gjaja e parë duhet pajtohemi që kemi edhe një mospërputhje brazash, që është një fakt i pa refuzueshëm, i pa mohueshëm, por fakti që kemi një mospërputhje brazash nuk do të thotë se është fajt rive. Dhe në këtë aspekt gjaja e parë për me hy, me kuptu botën e të rive, duhet kemi parasysh këtë fakt. Gjaja e dytë që është për mendimin tim shumë themelore, dhe nuk do të harrojmë është sepse të rritë e sotshëm si çdo njeri tjetër, si çdo njeri rritur në një kohë apo një epokë tjetër, edhe këto brenda tyre, sepse është diçka që lidhet me qenie njerëzore në vetvete, brenda tyre kanë atë lidhjen edhe thirrjen për të besuar në Zotin, për të pasur një raport për temën, me trascendentalen, por nga ana tjetër duhet se si këtë raport ta përkthejmë në situatën e sotshme në një kohë nëse mund të shprehemi kështu dhe digjitale. Unë besoj që çdo kohë ka të sfidat e veta dhe nuk jam kësaj idees që koha sotme ose më saktë tritë sotme janë më pak të predispozuar ndaj besimit në Zot apo ndaj shumë realiteteve të tjera. Tritë sotme besojnë sigurisht në mënyrën e vet që jo imponon koha e tyre, por nga ana tjetër nuk do të harrojmë sepse edhe besimi nuk duhet të identifikohet në mënyrë absolute dhe të pamohueshme me praktikimin, do të thotë me frekuentimin. Sigurisht që frekuentimi e praktikimi është një realitet i jashtëzakonshëm jetësor, edhe për besimin fetar është themelor sepse nuk mund të jesh ndoshta një besimtar shumë i mirë apo me drejta të plota nëse shprehemi kështu në një gjuhë paksa politike, nëse ti nuk praktikon. Por jo automatikisht dikush që nuk ka mundësi të praktikojnë, automatikisht është jo besimtar. Dhe sikur e frame dimensionet të praktikimit duhet marrën parasysh disa faktorë kryesor. Faktori i parë, siç e thatë edhe përmendet edhe ju më përpara, është faktori i emigrimit, i shpopullimit. Për shembull ne jemi dëshmitar të shumë emigrimi, të një emigrimi masiv dhe të shumë të rive të cilët zgjathen të largohen nga Shqipërisë për një jetë më të mirë dhe kryesisht zgjathen në bandet e Evropës Veriore, siç janë Gjermania, Anglia apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe fakti që ne nuk i shohim këtu në kishë apo në xhami nuk do të thotë se nuk shkojnë atje apo nuk janë besimtar. Gjaja e dytë është realiteti është dimensioni. Ideja është tek mesazhi që përcjell edhe kisha për ta frenuar deri diku këtë largim, ndoshta për gjetur më shumë arsye për të qëndruar këtu. Po, kjo është e vërtet, ne zakonisht përpiqemi të përcjellim këtë mesazhin e qëndrimit sepse si reforma dhe kishës katolike ne gjithmonë na ka karakterizuar ideja edhe leitmotive për fejat dhe, por nga ana tjetër duhet bëjmë llogaritë edhe me disa fenomene tjera. Latinët në shekujt e parë kishin një shprehje që thoshin primum vivere dehinde filosofare, do të thotë përpara të jetojmë, të sigurojmë ato të mirat bazë themelore bazike për të jetuar, masandaj fillojmë me filozofojmë. Shpeshherë, unë them edhe personalisht, zakonisht sa herë ato që e njohin e dinë që kur gjendëm një bisedë me të rinj gjithmonë mbaj thirrje dhe më pëlqen që ti nxis për me jetu në vendin tonë, për mos me largu. Edhe kjo përfshin atë filozofimin tonë. Por nuk do të harrojmë se duhet edhe për me jetu, që një njeri të jetojë në këtë vend duhet të sigurohen kushte, po diskutojmë duhet të ketë disa siguri bazike, që është siguria prontë, që është siguria shëndetësore, siguria arsimimit të fëmijëve, etj. Shpeshherë në shumë zona këto gjëra çalojnë e mungojnë, prandaj ne vërtet filozofojmë që të rrimë madhështinë e qëndrumit, por kjo shpeshherë nuk përkthehet me pasjen e atyre instrumenteve bazike të cilat ju japin mundësinë për të jetuar. Edhe në këtë aspekt besoj që si vend kemi shumë për të bërë, edhe duhet bëjmë shumë për ta frenuar, për të ndalë ato që janë e ardhmja shpresa e këtij vendit. Fatkeqësisht në fakt këtë ditë që përkuan dhe me 35 vjetorin e rikthimit të lirisë dhe besimit në vend, ka përkuar dhe me një projekt ligj i cili kaloi në parlament, i cili për hir të vërtetës në mënyrë unisone nga gjithë komunitetet fetare u kundërshtua dhe u cilësua i papranueshëm. Keni ju një koment pasi përtej asaj lirisë besimit dhe përfshirjes dhe dëgjimit komunitetet fetare, duket se politika në këtë rast nuk e mori parasysh atë çfarë mendon kleri. Ashtu siç e thotë edhe ju, në raport me këtë ligj, komunitetet fetare kanë reaguar unison nëpërmjet Këshillit Ndërfetar, që është një organ i përbashkët që mbledh të gjitha komunitetet fetare në vendin tonë për të vazhduar traditë që ka qenë e lavdishme në vendin tonë, siç është ajo e bashkëjetesës dhe vllazërisë fetare.
Në këtë aspekt, fatkeqësisht nolli ajo që edhe jo thatë, politika nuk e mori parasysh atë, po themi, qasjen tonë, qëndrimin tonë, që në fakt fatkeqësisht edhe këtu përfitoj për rastit është edhe deformum, në kuptimin që shpesher nga ato që kanë, po themi, patriotët e mbrojtjes e këtij ligji, është deklaruar se ne jemi kundër barazisë gjinore. Nuk është hiç e vërtetë, sepse nuk jemi kundër barazisë gjinore dhe më lejoni të them që me kompetencë plot jam i bindur që në këtë rast po them për Kishën Katolike, por jam i bindur edhe për besimet tjera që nuk ka një realitet më shumë se komunitetet fetare që japin zajmë mbrojtje të që janë pa mbrojtur. Edhe në rastin tonë, si Kishë Katolike, për barazinë gjinore nuk është rasti i këtij ligjit që jemi impenjuar për ta mbrojtur, por ka shumë vite të cilat që natë njëshin që në hap strukturat e para të Kishës Katolike operuese në vendin tonë, që Kisha Katolike ka bërë mujtën për me mbrojt këtë ligj, për me promovu barazinë gjinore dhe për me mbrojt personat e pa mbrojtur. Në fakt, ne nuk jemi kundër barazisë gjinore, ne promovojmë barazinë gjinore, por do të themi kemi të bëjmë me një barazi gjinore që nuk deformon lirinë, një barazi gjinore që nuk deformon rendin natyror. Edhe kundërshtimi jonë të gjithë draft ligjet ka qenë ky, që praktikisht koncepti i gjinisë është shkput prej dimensionit natyror. Nuk flitet më për kufizimin e gjinisë e cila ka si burnim realitetin biologjik natyror, por flitet për gjininë e cila ka për kufizim rolet e krijuar në një kontekst social, që do të thotë që është një dimension shumë problematik. Sigurisht nuk ka për momentin fatmirësisht akoma definimit e një gjinie të tretë apo të katërt, por hapësirat e gjore nëpërmjet interpretimit të këtyre ligjeve janë jashtëzakonisht më shumë se evidente. Mjafton me bë një lexim shumë të thjeshtë, bazik të projekt ligjit, edhe që në fakt fatkeqësisht tash është ligj, edhe shikohen. Po atjetër nuk jam jurist edhe nuk presupozoj që të marr prerogativat e juristit për me interpretuar ligjin, por nga ana tjetër duhet kemi parasysh se ne dim që janë aktet në ligjore, gjithë ato interpretimit e ligjit që i hapin rrugë. Dhe fatkeqësisht nëpërmjet këtij projekt ligji që u votu fatkeqësisht e përsëris me 77 vota pro në parlament ju hap rrugë gjitha këtyre realiteteve që burojnë prej agendës woke dhe prej gjitha këtyre realiteteve që kemi shumë vite, shumë kohë për cilat diskutojmë. Ne mbetemi shpresë plot edhe që paktën organet tjera që duhet ta miratonin këtë ligj, ta kundërshtojnë, ta kthejnë dhe në fund kemi një ligj i cili sigurisht i shërben jo vetëm barazisë gjinore të shpallur, por i shërben në mënyrë të veçantë mbrojtjes së familjes, kësaj vlere të jashtëzakonshme të shenjtë, që e ka karakterizuar popullin tonë pa dallim feje të krahinit gjatë gjithë shekujve. Do Mark, jemi në mbyllet këtij emisioni ditën e sotme dhe duke marrë parasysh ndodhemi dhe një ditë të shënuar siç është 35 vjetori i rikthimit të lirisë dhe besimit të meshës parë në varrezat e Ermajit. A ke një mesazh për gjithë ato që po na ndjekin në këto momente? Mesazhi jemi shumë i thjeshtë dhe besoj shumë praktik. Jam i bindur që aktet e mëdha të cilët mesin e histori burojnë vetëm prej dashnisë për diçka ose për dikën. Në fund të ditës është vetëm dashnia ajo e cila e ndryshon botën. Në mënyrë të veçantë mos keni frikë sepse dashnia për Zotin është ajo që e zbukuron tokën. Gjithë njerëzit që dashurojnë mas gjanave hyjnore në këtë tokë toksore krijojnë gjana të pavdekshme siç është vetë hyji i pavdekshëm. Prandaj urimi për gjithë dëgjuesit është sa më shumë dashni për Zotin edhe për njëri tjetrin. Do Mark, faleminderit shumë që ndat këto minuta me mua këtu në studio. Shikues të Star Plus, kjo ishte ajo çfarë kishim përgatitur për mbrëmjen e sotme. Ju lënë në shoqërim e programacionit në vijim nga unë Teodor Gjerga, natën e mirë dhe mirë takofshim.